Lindjen e qytetit të Gramshit, më 18 shkurt 1960.
Një ditë që i dha formë identitetit tonë dhe krenarisë që mbar çdo qytetar i këtij qyteti. Le të nisemi në këtë udhëtim të bukur të muzikës, vallëzimit dhe fjalëve të ngrohta. Dhe ndërsa e ndjejmë shpirtin e këtij qyteti, që rrit krah dhe zhvillohet në çdo rrugë, në çdo fshat, le të ndalemi një moment te vlerat e traditës dhe kulturës që e bën Gramshin unik. Për të na treguar historinë e rrëjve tona, vajzat e mrekullueshme të qendrës kulturore do të na sjellin një valle me motive gramsciore. Një valle që flet me gjuhën e lëvizjes dhe ngjyrave, që tregon historinë, natyrën dhe shpirtin e këtij qyteti. Një qytet që jeton, ndjen dhe feston çdo ditë të tij. Le t'i mirëpresim me duartërpitje të ngrohta.
mësues sipërmarrës, përfaqësues shoqërisë civile, përfaqësues të klerit, të dashur miq dhe bashkëqytetarë. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Sot Gramsci hyn feston 66 vjetorin e themelimit. Një datë që nuk është thjesht një shënim në kalendar, por një gur themeli në historinë tonë përbashkët. Një moment që na fton të kthejmë syt pas, të vlerësojmë rrugtimin tonë dhe të shohim me besim drejt së ardhmës. 66 vite më parë, Gramsci mori zyrtarisht statusin e qytetit, por historia e këtij vendi është më shumë dhe më e hershme se kaq. Është histori pune, sakrifice, përkushtimi dhe dashurie për këtë tokë. Është histori njerëzish të thjeshtë dhe të jashtëzakonshëm njëkohësisht, që me duart e tyre ndërtuan shtëpi, rrugë, shkolla, spitale, që mbollën pemën e shpresës, që rritën fëmijë dhe edukuan breza të tërë me ndjenjen e përgjegjësisë dhe dignitetit. Sot në këtë drejtë zyrtare, unë kam nderin të jem mes jush, njerëz që keni dhënë kontribute të rëndësishme në zhvillimin e qytetit, në të gjitha dimensionet e tij. Secili prej jush përfaqëson një kapitull të historisë tonë përbashkët. Mjekët tanë që në vitet vështira e në kushte jo gjithmonë të lehta kanë qenë pranë qytetarëve me profesionalizëm dhe humanizëm, duke shpëtuar jetë dhe duke sjellë shpresë në momente të errëta. Mësuesit tanë, arkitektët e mendjes dhe shpirtit të brezave, që me durim e përkushtim kanë ndërtuar themelet e dijes. Çdo arritje Gramsci mban brenda saj gjurmën e një mësuesi që ka ndezur dritën e dijes në sytë e një fëmie. Në këtë ditë kujtojmë me mirënjohje të thellë të gjithë inxhinierët dhe specialistët e ish uzinës mekanike, ish uzinës së baterive, si dhe ish ndërmarrjes së grumbullim përpunimit, të cilët me përkushtim, profesionalizëm dhe sakrifica të panumërta ndërtuan themelet e zhvillimit industrial të qytetit tonë. Puna e tyre e palodhur, jo vetëm që forcoi ekonominë vendore, por i dha Gramsci identitet, dinjitet dhe krenari ndër vite. Me respekt veçantë kujtojmë sot edhe specialistët e bujqësisë, agronomë teknik, e punëtorë të palodhur, veterinerë, që me dijen, vizionin dhe dashurinë për tokën i dhanë hovë zhvillimit të sektorit bujqësor, duke kthyer punën në tokë në një shtyllë të rëndësishme të mirëqenies së komunitetit tonë. Drejtuesit e institucioneve të sotëm, si dhe të dieshëm, që në periudha të ndryshme historike kanë marrë vendime të rëndësishme shpesh herë të vështira, duke mbajtur mbi supe përgjegjësinë e drejtimit të qytetit dhe të komunitetit. Sot, pas 66 vitesh, nderojmë kontributin e tyre të vujër dhe i falenderojmë për trashëgiminë e çmuar që i lanë brezave. Gramsci rritet mbi themelet që ata ndërtuan me përkushtim dhe përgjegjësi. Por mbi të gjitha, Gramsci është qyteti i njerëzve të tij, i njerëzve të thjeshtë, punëtorë të urtë, edukuar, qyteti i nënave dhe baballarëve që me ndeshmëri dhe përkushtim kanë mbajtur gjallë shpirtin e këtij vendi. Në këto 66 vite Gramsci ka kaluar sfida të shumta, ka njohur periudha zhvillimi të vrutshëm, por edhe momente të vështira ekonomike e sociale. Ka parë breza që ndërtojnë dhe breza që emigrojnë, por që kur nuk e kanë harruar vendlindjen. Dhe pikërisht kjo lidhje e fortë shpirtërore me Gramsci është një nga pasuritë tona më të mëdha. Sot kur flasim për zhvillim, nuk flasim vetëm për infrastrukturë apo investime, flasim për një vizion të përbashkët. Flasim për një Gramsci që ruan traditën, por përqafon inovacionin. Për një Gramsci që mbështet sipërmarrjen, turizmin, bujqësinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Për një Gramsci ku të rinjtë shohin të ardhmen e tyre dhe nuk e shohin largimin si të vetmen mundësi. Ne kemi potencial të jashtëzakonshëm, natyrë të mrekullueshme me atraksione mahnitse, pasuri kulturore, njerëz të talentuar dhe punëtorë. Sfida jonë është ta kthejmë këtë potencial në mundësi konkrete, në vende pune, në cilësi jete më të mirë për çdo familje gramsciore. Por asnjë vizion nuk realizohet pa unitet. Forca e Gramscit ka qenë gjithmonë bashkimi. Kur kemi qenë bashkë, kemi kaluar dhe kemi përballuar çdo sfidë, ashtu siç këtë të fundit, zjarret shkatërruese të gushtit. Kur kemi vlerësuar kontributin e njëri-tjetrit, kemi ndërtuar ura mirëkuptimi dhe bashkëpunimi, por edhe modele e historisë suksesi. Sot duhet të shpreh milionën më të thellë për secilin prej jush, për punën që keni bërë, për sakrificat që shpesh nuk janë parë, për përkushtimin që nuk është matur me titull dhe dekorata, por me ndikim real në jetën e komunitetit tonë.
66 vite janë një moshë e bukur për një qytet. Është mosha e pjegurisë, e reflektimit, por edhe ambicjes për të ecur më tej. Le ta shohim këtë përvjetor jo vetëm si një fest, por si një moment angazhimi të ri. Le të rinovojmë sot kontratën tonë morale me Gramsci për të punuar më shumë, për të bashkëpunuar më ngushtë, për të menduar më larg. Le të jemi brezi që jo vetëm e kujton historinë me krenari, por që ndërton një histori të re për t'u treguar me po aq krenari pas 10, 20 apo 50 vitesh. Të dashur miq, Gramsci nuk është thjesht një hapësirë gjeografike, është një vend, është një kujtesë, është identitet, është rrënjë. Është vendi ku kemi qeshur, ku kemi qarë, ku kemi ndërruar. Dhe sa herë që themi jam nga Gramsci, e themi me një ndjenjë krenarie që na bashkon të gjithëve. Në këtë 66 vjetor të titullimit qytet, le të premtojmë se do ta duam edhe më shumë këtë vend. Do ta mbrojmë dhe do ta zhvillojmë me përkushtim. Le ta bëjmë Gramsci një shembull bashkëpunimit, të qytetarisë dhe të zhvillimit qëndrueshëm. Gëzuar 66 vjetorin Gramsci. Qoftë kjo një festë e kujtesës, e mirënjohjes dhe shpresës për të ardhmen. Gëzuar të gjithë ju Gramsciot që lat vitet e rinisë këtu në Gramsci, ndoshta si kujtimin më të bukur të jetës tuaj. Gëzuar edhe ju Gramsciot që kontribuat dhe u dashuruat me Gramsci dhe me Gramsci. Faleminderit për gjithçka i keni dhënë Gramsci dhe që kur nuk përtitet për t'i marrë diçka e atij. Por ta dini që Gramsci ju a ka dhënë në heshtje vlerësimin dhe mirënjohjen, por mbi të gjitha dashurinë. Gëzuar Gramsci, 66 vite histori dhe krenari. Faleminderit. Por edhe jo, edhe pse jo të qytetit ndërtërsi, sepse ishte në atë momentin e vështirë të kapërsimit të viteve, apo të asaj që të gjithë ne i themi tranzicionit. Do të ftoj këtu me Çanoçi, të mbaj një fjalë përshëndetje. Nderuar kryetari i bashkisë tonë, të nderuar autoritete të pushtetit, të nderuar profesorati i Gramscit në Tiranë, të nderuar miq, ma mori në telefon kryetari dhe më tha kam dëshirë që t'jesh i pranishëm në këtë veprimtari festive. Mi thash, jam i smur, po do të bëj si do bëj, sepse pale a kam rast të jem një herë tjetër. Atjere tha kjo ti dëshmirit nga flasësh, ca? Sa i dëshu, 1 minutë tha. E në verë, qose më tha tani, për 1 minutë tjetë do të veç e të vishë, sa ti jeresh pa folur. Atjere do ma huaj, thash minutash edhe një qikë. Të nderuar miq. Unë mendoj dhe shkruaj për ditë për Gramscin dhe Gramsciotët. Unë dhe ëndrat i shikoj me Gramscin dhe Gramsciotët. Po kështu për të folur i kisha një 30 vjetë që s'misha dhe rasti dhe jam u dha sot. Dhe ti bje këmës kryetari, po unë gjusë marë e këtu jam. Edhe ju tjerët, po, deshe në vëzime. Qa do të them? S'kam qa të them qumë gjamën. Po e ju them që në 39-ën, që sësha së qeku, ishte lajm i madh që këtu midis Ostentit edhe anës tjetër Devollit u vendos një lundër kalimi. Dhe lajmi ishte lundër kalimi që shpëton Sulovën dhe Sulovarën. Po tash si ta krahasosh atë lundër kalimi me atë gigantin që është ndërtuar tani. Kjo trejë, ky vend, ashtu si gjithë Shqipëria, ka njohur zhvillime të mëdha në këtë shekull. Gramsci veçanërisht, dhe Gramsci veçanërisht kohët e fundit, sepse Gramsci ka resurse të përshtatshme për kohën e re. Gramsci
e ka hapur metropoli. Nuk i ka ndodhë si me Ersekën, me Çohavotën, me Korletin. E ka hapur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një ekonomi të rregull. Gramsci ka hedhur hapa të mëdha përpara në drejtimin e emancipimit të vetës, sepse jo më kot përshëndetja profesoratin tonë në Tiranë. Ne ishim 95% analfabet. Tani kemi aq profesor. Tash ka ndodhur në Gramsci, një familje nuk ka një mësues, një familje nuk ka një mjek, ka disa mjek. Po krijohet modeli dhe modeli e vë shumë në lëvizje një shoqëri. Merë në Gjirokastra nuk është vetë shumë i madh se ne. 10 kryeministra kanë zgjedhur Gjirokastra. Pse? Është çështje modeli. Ne tani e pas kemi një ministër, ose kemi një ministër, dhe palesa ministra do në vinë më mbrapa, sepse modeli, të gjithë gjallësat kanë një statë zhvillimi dhe mbarimi, lidhin, prodhoj dhe mbajnë, edhe njerëzë, vetëm qytetët, si që është qyteti jonë, nuk e ka këtë lidhësimi, këtë keqe, këtë fundë, që kanë gjallësat dhe kjera. Po, do mbeti gjithmonë në rritje, do të rritet dhe do rritet dhe do rritet, vazhdimisht do rritet, dhe brësat tjerë shumë më të mrekullueshëm se ne do të lumizojmë këtë qytet dhe këtë terren. Sot, këtë qytet ka një kryetar të mrekullueshëm. Po kur shikoj këtë gjatë sa mirë në qeverisë, bashkim tonë, unë entuziazmohem. Pse entuziazmohem? Sepse edhe jeta ime nuk ishë veru gjaja tjetër përveç se këtij qyteti. Neve na detyronin që të punonin diku. Ama, atje ku kemi punuar, kemi bërë çmos dhe kemi luftuar që ta shkojmë mirë më mirë në të gjitha fushat mjedisin tonë. Urime gëzuar në mod, gjithmonë e më gëzuar, gjithmonë e më mirë. Urime kryetar. Zonës tonë e Malelezin dhe thotë dhe i Nispetë. Atëherë shumë të kreza të tri për kontributin ndaj qytetit Gramsci, por dhe të gjithë bashkisë, një njohje për kryetarin e bashkisë, jo vetëm për organizimin e këtij eventi, që të duket kaq bukur, por edhe për punën dhe për kushtimin që po tregon ndaj Gramsci. Dhe uroj të gjithëve gëzuar 66 vjetorin dhe gëzimin e familjes tonë. Faleminderit. Të përshëndetse, një ish deputet të qytetit tonë, një jo gramsciot, por që me 3 mandate në qytetin tonë, u bë më gramshak se Gramsciaku, uftoj profesorin Mazin. Kryetar, e nderuar, sotin 66 vjetori i krijimit të qytetit, duket si fakti është 91 vjeçar. Sepse ky qytet, Ukrainë, ka një cilësi krejt veçantë si pas me mesazhe të tjera. Në 2007 kur erdha e kandidova për deputet, ekzistonte tregu i madh i qytetit, ku shiteshin armë dhe në radhë në kasat e qytetit gjeje qytetarët gramsciot që paguanin tëra detyrimet si pas ligjit. Kjo është një shkollë e madhe që nuk mund ta gjesh kudo, veç këtu në Gramsci. Mirënjohje për ju, mirënjohje për ata që vinë në para 66 vjeç, mirënjohje për ata që themeluan dhe ndërtuan këtë qytet, dhe të shpresojmë që të ardhmen ta kemi shumë të bukur dhe do ta kemi më të mirë, sepse është një brez kaq i kultivuar, kaq i edukuar dhe kemi të dorë nga tradita e shkëlqyer. Urime për ju
Sepse fjalimet në momentet e evenimentet tilla janë pak bezdisje, por janë edhe një pjesë e pashmangshme e aktivitetit. Dua të ftoj këtu një njeri të hekur të qytetit tonë, unë shumë kam qef që ja e them gjithmonë, pavarësisht se ajo është modeste në jetën dhe në aktivitetin politik të saj. Dua të ftoj këtu një njeri me kontribute për qytetin tonë, në të gjitha pozicionet që asaj është besuar të kontribuoj, ish kryetaren e Bashkisë Gramshit, ish kryetaren e partisë Zysh Ulljerit. Jam vërtet e nderuar, njëkohësisht e emocionuar të fjalë që kryetari më dha, për faktin sepse ky është një përvjetor që na bën të ndjehemi mirë pse jemi gramshiot, sepse në fundit janë ajo histori që ky popull ka përshkruar brez pas brezi, janë këto tradita, është kjo mirëpritje, janë këto njerëz të mrekullueshëm të Gramshit që na ka bërë të jemi ne këta që jemi sot. Kështu që gëzuar 66 vjetorin e Gramshit, këtë përvjetor të suksesshëm do ta quaja unë, me gjitha ato punë të mira që Bashkia e Gramshit ka nisur dhe vazhdon të bëjë në të ardhmen. Kështu që unë i uroj suksese kryetarit, suksese të gjithë administratës Bashkisë së Gramshit, gjithë qytetarëve të Gramshit të pasur jetë sa më të begat, sa më të gëzuar dhe sa më shumë zhvillim. Gëzuar. Një ish kolegun tim, një njeri që patjetër na takon dhe neve, sepse gjysmën e tij e ka nga Lubinja e Gramshit, Andi Salla. Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit kryetarit për ftesën që çdo vit na bën në këtë ditë shënuar për qytetin e Gramshit, ku 66 vjetori juaj është një mundësi që çdo brez ka dhënë kontributin e vet dhe i jam i njohës për të gjithë kontributin çdo punë që ka bërë. Pesi ka një vizion për qytetin, ku çdo ditë me projektet dhe atë çfarë po bën në ndryshimin e të gjithë Gramshit në një vizion të ri, ku ne jemi duke mbështetur mbuloj sektorin e bujqësisë dhe bujqësia në zonën tuaj se një rol të rëndësishëm të ekonomisë së vendit dhe do të keni një mbështetje jo vetëm si një funksionar i shtetit, por edhe si një ish si më themi me origjinën nga Lubinja, siç kryetari e tha që unë jam nga një zonë e juaj, por në datën 18 shkurt vjet kemi qenë pikërisht këtu kur në Besianin kemi qenë në një tjetër aktivitet, në një tjetër lokal dhe për ju është data 18 e rëndësishme, por për mua është akoma më rëndësishme sepse në Besianin vjet më është dashur të largohem pasi shkoj drejt Tiranës dhe po me të njëjtën datë është edhe ditëlinja e djalit tim që mbush një vjeç sot dhe ka një datë rëndësishme që lidhet me datën 18 që kështu nuk e harroj asnjëherë nga data e shënuar e qytetit tuaj 66 vite dhe sa më shumë punë, mbarësi, ju uroj suksese ju, Besit dhe çdo qytetar gramshiok. Suksese dhe gëzuar festë. Organizatë familje të shmorëve të Gramshit, ju uroj gëzuar 66 vjetorit e qytetit, pas qytetarë e mirë, autoritetet të larta, prefekti, nderuar zoti prefekt, nderuar zonja kryetare qartë, Elmira Grupi, Stërmbes. Është kënaqësi e jashtëzakonshme të jem sërish në Gramsh. Të festojmë të festë bashkërisht vitin 66 për Gramsh. Unë, siç e tha kryetari, më nuk i ri jo vetëm në Gramsh, por gjithë qarkut të Elbasanit.
Dhe gjatë kësaj kohe mundesh që ta njoh njerëzit, njerëzit jashtë. Një nga interesante është që s'ka herë që ta bëj njerëz, do të bëj sistematikisht një njerëz që pasi vion pak bisedën gjën që kanë një dek nga Gramsci. Dhe unë do zgjidhja 3 elementë të cilët më kanë bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje në njohjen time për Gramsci gjatë këtyre aktiviteve. Spari kudo që kam takuar njerëz nga Gramsci, qofshin këtu në Gramsci, qofshin në Elbasan, qofshin në Tiranë, kam takuar gjithmonë njerëz krenar, me krenari të madhe për Gramsci. Njerëz që janë krenar për se janë mësues, njerëz që janë krenar se janë qenë inxhinier, njerëz që janë krenar që kanë punuar si mjek, njerëz që janë krenar për zhvillimin, ndërtimin e qytetit. Dhe krenaria nuk është thjesht një ndjesi personale e individit. Krenaria është shumë e rëndësishme sepse na tregon për njerëz të cilët kanë dhënë nga shpirti i tyre për të ndërtuar një komunitet dhe këtë e marrin me vete pavarësisht kur janë këtu apo kur kanë lëvizur në territor. Dhe ky është element thelbësor i një komuniteti të fortë dhe të vlerëshëm. Së dyti, kam takuar gjithmonë njerëz të cilët janë dije-dashës, arsimdashës. Kudo që takon Gramscion, flasin për arsimin, flasin për dëshirën për të ecur përpara në mjet drejtësimit, në mjet mënyrës për të qenë më të aftë, më të zgjuar. Qoftë mësues, mjek, inxhinier, nënpunës, jurist, njerëz që duan të ecin përpara. Dhe kjo nuk është shumë e përgjithshme, dhe është një gjë për cilën padyshim Gramsci ka arsye për të qenë krenar. Njerëz që duan që të ecin përpara, që e nesërma të jetë më e mirë se e djeshnja, fal punës tyre dhe fal dijes tyre. Dhe e treta, që prapë nuk është shumë përgjithshme, pra nuk është një vlerë që e kemi gjithë, dhe ka ndër specifike Gramsci, kam takuar gjithmonë njerëz punëtor, në secilin sektor e vetë, në arsim, në bujqësi, në inxhinieri, në montim, në administrat, njerëz të cilët nuk i bëjnë bish punës. Dhe kjo prapë është një vlerë shumë e madhe. Dhe unë besoj që në përshtypjen time si një lexues i ri i çfarë ndodh Gramsci, një komunitet i cili bazohet te krenaria për qenë bashkë, tek dëshira për dije dhe tek vullneti për punë, përveç se ka një të shkuar të dritur, padyshim që ka një ardhmë edhe më të mirë. Kështu që jo vetëm për këto 66 vjet, por besoj edhe për qindra vjet që i vinë, uroj që Gramsci të bëhet gjithmonë më i mirë edhe me më shumë vlera se këto që ka. Faleminderit dhe urim. Në policisë vendore qarkën e Elbasanit, zotin Fatmir, që është komunist, faleminderit për punën edhe për dashurinë që ke për qytetin tonë, për mbi të gjitha edhe për efektivet tuaj në komisariat që kanë bërë një sigurim për ditë për qytetarët tanë. Faleminderit dhe tani. Gramsci që e ka ndërtuar me punë për kushtim ditë pas dite. Është një privilegj t'i kemi pranë në këtë ditëlindje të 66 duke kuptuar së bashku rrugtimin e këtij qyteti dhe njerëzit që i kanë dhënë zemër dhe jetë. Dhe tani rikthehemi Nisi një reportaż Mërqa Patër Pesë në Pjallije, por aktuar gazeta Rëmbade Radio, në pasat kryetar, të tjerë të të marrë kërë atyre të këtë. O jura gjitha bina, në të kopshim, të gjithmonë shumë për një rëndësua. Faleminderit.